Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhët. Jemi përsëri së bashku për të vazhduar me receta të reja. Sonte po fillojmë në muajin e shenjtë, në muajin e Ramazanit. Të gjithë ju që do të jeni agjërueshëm, ju dëshiroj agjërim të lehtë dhe të pranuar. Dhe si zakonisht në kam mbetur traditë nga nënat e gjyshet tona që në fillimet e Ramazanit ose sidomos në natën e parë të Ramazanit të përgatiten mantijat. Ashtu do të bëj edhe unë duke ruajtur traditën e tyre. Vazhdojmë tani që ta përgatisim brumin. Fillimisht njën më të madhe, vazhdojmë dhe shtojmë 500 ml ujë. Uji është i vakët. Si e shtojmë ujin, në këto mantija do të shtojmë edhe majabuke. Majabuke unë po përdor në pluhur dhe do të shtojmë 7 gram, ose një lugë gjelle jo të mbushur plot. Përzijejmë. Në brumin e këtyre mantijave, zakonisht nëna ime shtonte pak uthull. Uthulla e bën brumin shumë më të hollë dhe e bën më të dridhët dhe kërcet pastaj pasi që të piqen mantijat, duke mbetur të buta dhe duke i bërë krokante. Në total do të shtojmë një lugë gjelle me uthull. Uthulla që po e përdorim është uthull 9%, atë që e përdorim zakonisht kur përgatisim edhe sallata. Me njëherë vazhdojmë të e shtojmë mielin, si që them gjithmonë, bëni kujtes me mielin. Mielin e shtoni pak nga pak dhe duke kontrolluar, dhe sasia e mielit gjithmonë ndryshon nga lloji dhe marka e mielit që po e përdorni. Diku në total do t'ju duhen 800 deri në 900 gram miell për ta formuar brumin e këtyre mantijave. Shtojmë një lugë të mesme me kryp dhe tani më dorë, duke përzier, duke ngjeshur, duke formuar një brum mesatarisht të butë. Miell të shtojmë tani sipas nevojës derisa të na formohet një brum i lemuar. Vazhdojmë kështu për disa minuta. Brumin e kemi gati. E kam ngjeshur për disa minuta derisa është formuar një brum kështu mesatarisht i butë. Mua në total më janë dashur 920 gram miell për ta përgatitur brumin e këtyre mantijave. Tani lejojmë që brumi të pushoj vetëm dikon 20 minuta, që të aktivizohet pak dhe të bëhet pak më i mirë për ta punuar. Brumin sipër e mbulojmë dhe largojmë anësh për 20 minuta. Tani, pas dikon 20 minutave, brumi është tamam, është zbutur dhe është gati për të vazhduar punën. Tani brumin e marrim në tavolinën e punës, e ndajmë një herë në gjys, pastaj e ndajmë në 6 kuleç të barabarta. Nga secila pjesë largojmë nga 3 kuleç. Me pak miell në tavolinën e punës, vazhdojmë i ngjishim gjitha kuleçt. Brumi ka pushuar mirë, është bërë elastik, i butë dhe është i mirë për ta punuar. Dhe tani vazhdojmë punën. Sigurohemi që do ta marrim kulaçin e parë që e kemi përgatit, sepse ai ka pushuar më sqati, është zbutur më shumë. Shtrojmë miell edhe në pjesën e poshtme dhe me ftalluse, tani vazhdojmë i hapim. Nuk ka nevojë që të përdorni ftallusen e hollë, mund ta bëni edhe me këtë ftallusen e trashë. Vazhdojmë dhe i hapim. Do t'i hapim mirë, të holla, sepse do t'i mbështjellim. Kjo është masia cilën duhet ta fitojmë. Tani marrim këtu afër gjalp të shkrir. Unë preferoj që të përdor gjalp. Mund t'i bëni me vaj, mund t'i bëni me margarin. Ajo gjithmonë mbetet shija e juaj. Unë preferoj që t'i bëj me gjalp. Fillojmë një herë, i lyejmë mirë pjesën e mbrëmshme. Ne e mbështjellim. E kapim me duar, e tërheqim, e sjellim në këtë mënyrë. Tani e tërheqim me duar edhe pjesën e mbetur, e rrotullojmë sipër pjesës tjetër, me duar e hapim kështu, e lakojmë në këtë mënyrë. Përsëri tani këtu duhet shtojmë gjalp, sepse kjo pjesë nuk ka gjalp, dhe gjalpi i bën të shkrifta dhe i bën që të na ndahen pastaj petat një nga një pas pjekjes. I mbështjellim edhe një herë. Një herë në këtë anë, pastaj në anën tjetër, duke e formuar këtë formë katrore. E shtypim mirë në të dyja anët, largojmë anësh, lejojmë pushojmë
dhe në të njëjtën mënyrë i përgatisim që të 6 kuleçt. Dhe ja ku i kemi që të 6 kuleçt të palosura në të njëjtën mënyrë. Me njëherë vazhdojmë tani që t'i hapim edhe njëherë dhe t'i mbushim. Fillojmë përsëri nga e para. Vazhdojmë tani që t'i hapim edhe njëherë. Si që thash, e marrim kulaçin e parë ose petën e parë. E shtypim njëherë mirë me gishta në këtë mënyrë dhe do të hapim vetëm në këtë anë, duke e bërë të hollë dhe gjatë. Do të sigurohemi që ta bëjmë në madhësi të tepsisë. Si e hapim në këtë mënyrë, vazhdojmë dhe pjesën e qoshit ta mbushim. Unë sote do t'i mbush me gjizë, pasi më duken më të lehta gjatë Ramazanit mantijat me gjizë, por ju mund t'i bëni gjithmonë të mbushura sipas shijeve të juaja. T'i bëni me mish, me spinaq, me presh, çfarë do që ju pëlqen. Mua më pëlqen t'i bëj me gjizë. Vazhdojmë tani me kujdes, e rrotullojmë njëherë pjesën ku është gjiza që mos na shpërndahet dhe e mbështjellim në formë roleje deri në fund. E tërheqim pak me duar. Dhe tani këto skajet që janë pak më trasha, do t'i prej me thikë. Do t'a largoj këtu një pjesë shumë të vogël edhe nga ana tjetër. Dhe kështu si është e gjatë, e vendosim në tepsi. Dhe pasi kemi renditur në tepsi, vazhdojmë dhe i prejmë mantijat. Tani vazhdojmë që sipër përsëri t'i lyejmë me gjalpin e shkrirë. Me njëherë i fusim në furrë të parangrohur në 250 gradë dhe i pjekim diku pravilësisht 20 deri në 25 minuta. Dhe të dashur miq, ja ku i kemi mantijat sa po janë larguar nga furra dhe mua më pëlqen që sipër sa janë vartë nxehta, t'ju kaloj me pak gjalp i cili ka mbetur në tigan që të shëndritin më shumë dhe t'ju zbutet edhe pak kjo pjesa sipër.